Ne po mundohemi pasi nuk ka mënyra të ndryshme apo të tjera për me organizu çështjen. Çështje kanë alternativë, po them. Alternativë çështjen kombëtare apo fetare. Edhe ne po mundohemi tani xhamiat mos me ngel vetëm në atë aspektin faltore, shkon falet dhe vin kthehet në shtëpi, po me bë qendër që të gjitha nevojat me të cilat ballafaqohet popullata jon atje, kur ti thush dikujt ka ardhi për shovin një shqiptar në Stuttgart të supozim, edhe ka një problem ose ka diçka. Edhe me i thonë ati shkon xhami, sa to ta zgjedhin problemin. Në atë kuptimin, të orientojnë çka duhet me bë, çka s'duhet me bë, ku duhet me shku, ku duhet me orientu, gjitha nivelet. Prandaj xhamia ka marrë rolin shumë aktiv në të gjitha nivelet, si në aspektin fetar, si në aspektin kombëtar, po mundohen të vetmit institucion tani në edhe integrues në këtë rast. Integrues janë që ka mundohen me mish e me shpirt, domethënë që me e ruajtur identitetin ton kombëtar dhe fetar, veçanërisht për shembull dhe gjuhën shqipe. Mendoj se mund të them, domethënë zhvillohen edhe kurset e gjuhës shqipe. Po, edhe kurset e gjuhës shqipe, shumicat e xhamive po mundohemi. Kemi edhe bashkëpunim me konsullatin e Republikës së Kosovës dhe edhe Maqedonia na ka ofruar një bashkëpunim të tillë, që për shembull librat që kanë bërë betarja e përbashkët që është e gjitha trojave shqiptare, na domethënë shërbehemi me librat e tilla. Edhe mendoj se kjo është një gjë shumë pozitive, për arsye se çdo aktivitet që ka mundohemi, pastaj mbajmë seminare të ndryshme në për xhamia, si mi aktivizu të rinj, si duhet me përparu të rinj, si duhet të rinj me u shkollu, si duhet të rinj me përparu, për arsye se nuk është më koha që unë e them edhe shpesh me trit kur të bëhemi aty, them shiqo, me ardh një njeri në Gjermani, për arsye se Gjermania është një shtet që të jep alternativa të ndryshme. Vetëm a ke dëshirë me përparu. Nëse ke dëshirë me përparu, mundësit janë. Vetëm duhet me ishti në veprim. E ne po mundohemi me mbajt aktivitetet të ndryshme me të rinjt, si me ishti në për profile të ndryshme. Për arsye se une, kur e kujtoj vitin tim në vitin dimi kur kam shku, për shumë vetëm një shembull të thjesht me dhon, në xhamin tonë s'kemi pas asnjë i ri që ka qenë për shembull me kvalifikim të shqiptar si muar se shkollë të larta me radhë. Asnjë. Sot për shembull kemi forumin rinor edhe të vajzave dhe të djemve. 70 deri 80% janë shumica atyre me fakultet. Për shembull kjo është një arritje shumë e madhe për mua kur analizoj kohën e atëshme me të tanishme, që do të thotë se popullata jonë po vetëdijsohet. Edhe xhamia po e merr rolin aktiv që me i vetëdijsu popullatën tonë se si duhet me shfrytëzu të gjitha mirësitë çka i ka shteti gjerman në aspektin pozitiv.